Bashkimi Evropian ka disa politika të përbashkëta. Kjo organizat ka disa politika të përbashkëta që e bëjnë suksesshme. Dhe një nga politikat e para, ose në base politika e parë e Bashkimit Evropian që i takon viteve 60, është politika e përbashkët bujqësore, që quhet CAP, Common Agriculture Policy. Në këto vite, kjo politik synonte që Evropa të prodhonte ushqim për vete, se dilte nga lufta, pak vite kishin kaluar, dhe nuk siguronte ushqimin e vetë. Ai objektiv u realizua, Evropa prodhon ushqim për vete por dhe eksporton. Më pas kjo politik është zgjeruar, është mbështetur me shumë fonde dhe synon fundit të bëj kompetitive në rang global bujqësinë evropiane, pra të mbështesi fermerin, ta bëj atë konkurues në produktet ku Evropa qëndron sot. Dhe kjo politik vazhdon, pjesë e kësaj politike do t'jemi dhe ne. Që do të thotë vendi jon, përveç se do të mbështesi me të njëjtat mekanizma sektorin e bujqësisë, gjithashtu do të jetë përfitues nga fondet e Bashkimit Evropian, siç janë programet IPARD që kanë nisur dhe që sigurisht do të jenë më të zgjeruara dhe që do të mbështesin fermerin tonë. Ne jemi një vend i vogël. Bujqësia shqiptare në totalin e asaj evropiane është e papërfillshme. Është e papërfillshme. Megjithatë, ne bëhemi pjesë e zinxhirit sigurisë ushqimore në gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian, sepse tani lëvizja e njerëzve është e tillë, apo edhe e produkteve, ndaj dhe jemi detyruar që të futemi në këtë lloj qasje që e kanë vendet e Bashkimit Evropian, të sigurojmë fundit qasja e sotme e kapit është të sigurojmë produkte me cilësi, të sigurta për konsumatorin, nga njëra anë, por të ruajmë mjedisin.